Raporti im me kryeshefin ka qenë një raport në frymën e bashkëpunimit, varësisht nga pozita që kemi pas. Unë atë kohë ka qenë menaxher i departamentit në zyrën e prokurimit dhe nuk i kom raportu drejt për drejti. Në atë kohë kam qenë menaxher i departamentit dhe nuk i kam raportuar drejt për drejt zotit Nage Krasniqi. Mirë po, bashkëpunimi ka qenë korrekt për post takimin që kam qenë së bashku me Imer Dragushën. Unë nuk kam qenë në takimet që kanë pas, po, një takim që... Nuk kam qenë në takime tjera. Dhe nuk jam në dieni dhe nuk mund të them për të përgjigjem në këtë. Procedura më vonshme, po flasim për procedurë të re, ka qenë e ndarë në 2 llote, lot 1 riparimi i turbinës, lot 2 riparimi i kalldas. Thonë ka qenë e ndarë në 2 llote. Kjo procedurë ka qenë procedurë e negociuar me shumë operator ekonomik. Janë kontaktuar apërsisht dikun 15 kompani, sa më kujtohet. Deklarata për neve si komision, deklarata e një nën kontraktori, deklarata në betim e një kontraktori nuk ka qenë në rregull, po flas për si komision, dhe i kemi pas rrejtet tona në lidhje me atë deklaratë në betim. Në ne. Vrejtjet në komisioni ka pas vrejt, po, se në shkrimet në deklarat nuk kanë qenë, në shkrimet në deklaratën në betim të këtij në kontraktori nuk kanë qenë autentike dhe të njëjta me në shkrimet në dokumente tjera. E dokumenteve tjera. Ne kemi, si komision, kemi kërkuar disa arsharime lidhur me këtë. Dhe në fund, nën kontraktori nuk është përgjigjur fare në kërkesën tonë për shërim. Dhe si rrethoj, nuk kuptohet që është i papërgjegjshëm nga ky aspekt. Arsyet tjera, nëse a mundem, arsyet tjera e eliminimit ose rekomandimit tonë si komision për anulim të këtij aktiviteti kanë qenë se operatorë ekonomik Litvin i kanë ndryshu zotimet e marra dhe zotimet e dhëna gjatë fazave të negocimit. Sipas procedurës së prokurimit nuk parashihet udhër. Po flas nga ajo që kam dëgjuar dhe kam qenë në takim. Po, kam qenë në takimin që kam bërë me zotin kryeshef edhe Ymerin. Dhe Imer Dragushën, zyrtarin përgjithës të prokurimit. Kryeshefi ka kërku që të shiqohet mundësia për shkak të afateve që të vazhdohet me procedura për nënshkrim të kontratës edhe pse komisioni ka rekomanduar për anulim. Zoti Imer Dragusha, aty takim ka thonë, unë muj me vazhdu, vetëm nëse kam një kërkesë me shkrim nga ana jote, apo ndonjë urdhër tash. Aty në takim u diskutu se kryeshefi ka kërku çfarë, por në takim është diskutuar edhe çështje të tjera. Kryeshefi ka kërku çfarë është ajo kërkesë, çfarë është ai urdhër. Dhe zoti Imer i ka thonë që bashkërisht do të përpiqej.
Dhe që unë do të ndihmoj me përpilu. Tekstin e urdhit, e kërkesës të urdhit. Nuk ka pas kritere favorizuese. Aspekti i prokurimit, dëm nuk ka. Për arsye, po du me elaboru nëse më lejohet. Nuk është bërë asnjë pagesë ndaj kontraktorit. Si dhe nuk është prolongua fati i kthimit punë bllokut për shkak që ky kontraktor Nuk ka pas asnjë pagesë. Nuk është prolonguar fati i kthimit në punë të bllokut me fajin e këtij operatorit për arsye se nuk e ka hap kallaj. Për shkak të këtij operatori, apo në kupton sa nuk kthye operatorin punë me ne pret? Po bloku o kthy kur e ka përfundu turbina. Masi është ndërprej kontrata me këtë operator, Keku me disa blerje të materialeve ka bo një riparim të vogël, emergjent, shpejt, për me kthy në punë në kohën e